për një çështje gjyqësore në Shqipëri mund të kalojnë 15-20 vjet që siç ne e dimë drejtësi e vonuar, drejtësi e mohuar për një qytetar që ka një hall dhe është përplasur në dyert e gjykatës është shumë. Ndonjëherë u duhet edhe të ndahen nga kjo jetë të mos kenë marrë vendimet gjyqësore. Sidomos çështjet e pronave veçanërisht. Cila është zgjidhja në këtë rast? Në fakt, sipas statistikave zyrtare të Këshillit të Lartë Gjyqësor, sot është 17 vjet nga shkalla e parë dhe në gjykatë të lartë një çështje mesatarisht. Dhe po shkruaja statistikat e reja që po bëhen gati për të dalë tani për vitin 2025-ën, e njëjta situatë, ndoshta edhe pak më e rënduar. Sigurisht, nëse do të dojë 17 vjet një çështje mesatare të vjen në gjykatë, sigurisht që vetëm për drejtësi nuk mund të flasësh dhe ka vendime të Strasburgut që e kanë konsideruar Shqipërinë te kjo pjesë në shkelje tërësore të standardit të procesit rregull ligjor, ka disa vendime të Strasburgut që merren me këtë. Kjo do të thotë që Shqipëria ose do ta marrë seriozisht këtë pjesë, ose fatura që do paguajë është shumë e madhe. Nëse do të shkojnë qytetarët shqiptar tani për qindra e mira çështje që ata kanë 10 vjet duke pritur në sistemin gjyqësor shqiptar për të gjykuar, sigurisht që kjo do të ishte super faturë. Kush janë masat që duhet të merren? Unë mendoj që së pari Shqipëria nuk ka nevojë të shpiki rrotën nga fillimi, por mundet të hedhë syt nga mjetet alternative të zgjidhjes konflikteve. Për shembull, vendet që e kanë bërë këtë reformë kanë parë rezultate shumë shpejt. Për shembull, kush do të ishin këto mjete alternative? Ndërmjetësimi për shembull. Në shumicën e vendeve që kanë bërë reforma, çfarë kanë vendosur? Kanë vendosur që askush nuk mund të drejtohet një procesi gjyqësor, pra një gjykatë të shkallës parë apo të apelit nëse do të ishte rasti, pa ezauruar rrugët e përdorimit të ndërmjetësimit pa shkuar në gjykatë. Pra nuk mundet, Më të ndalem pak këtu, Klodi, sepse më lejo të ndalem pak të ndërmjetësimi. Unë pash teksa po përgatitesha për bisedën tonë që edhe 10 vjet më parë ti ke shkruar për prioritetin që duhet të ketë ndërmjetësimi. E para, a kanë besim shqiptarët te kjo hallk përpara se të shkojnë në gjyq? E dyta, ndërmjetësimi është duhet të ngrihet në si pjesë e një institucioni zyrtar apo si strukturohet dhe pse s'ka funksionuar deri tani? Tani, së pari në Shqipëri si instrument ndërmjetësimi është, por është vullnetar, pra nuk është i detyrueshëm siç e kanë vendet e unë, kjo është ajo që këshilloj. Them që nuk mund të jetë më vullnetar ndërmjetësimi. Ndërmjetësimi duhet të jetë mjet prioritar, pra që të shkosh në gjykat duhet të ezaurosh rrugën e ndërmjetësimit. Do të zgjidhësh martesën, duhet së pari të shkosh te ndërmjetësi. Ke një çështje civile apo çështje pune, duhet të shkosh te ndërmjetësi. Nëse nuk e arritur dot të zgjidhësh çështjen me anë të ndërmjetësimit, që është në fakt çfarë janë ndërmjetësat? Ligji shqiptar ka ligj për ndërmjetësimin që ka patur në ndryshimet e fundit 2017-2018, nëse nuk jam i gabuar, i cili ka vendosur disa element për ndërmjetësimin, por ende jo si të detyrueshëm. Për shembull, siç është tani, unë mendoj që në Shqipëri ka edhe pak mungesë informacioni, ndoshta jo pak, po shumë mungesë informacioni te kjo pjesë, sepse shqiptarët ne nuk e dinë që nëse do të marrin një vendim ndërmjetësimi, vendimi marrëveshje ndërmjetësimit, që çfarë është në fakt. Ti zgjedh gjyqtarin që do ti, atë që ja beson ti, një ndërmjetës të licencuar. Shkojnë të dyja palët dhe zgjedhin atë që i besojnë. Secila nga palët shkon me marrëveshjen që do ajo, mund të shkojë me avokatin e vet, thotë unë kaq mund të lëshoj dëgjon palën tjetër. Në moment që ka një dakordsim, akt marrëveshja është titull ekzekutiv, çdo të thotë titull ekzekutiv, i barabartë për nga fuqia me një vendim gjyqësor të formës së prerë. Bota e ka zgjedhur duke vënë të detyrueshme. Për shembull, po marr Kanadan, aty ku jam tani, sot që flasim nga momenti që u bë ky ndryshim që askush mund të shkojë në gjykat pa ezauruar rrugën në ndërmjetësim, sot statistikat në Kanada janë 97% të çështjeve zgjidhen me ndërmjetësim, vetëm 3% shkojnë në gjykat. Nëse ka një momentum që unë mendoj që tani është i domosdoshëm si next step, si hap i radhës tek e gjitha kjo është, pa diskutim Shqipëria duhet të heqë dorë që çdo gjë duhet të shkojë në gjykat. Në gjykat shkohet vetëm kur s'ke mundur dot ta zgjidhësh me ndërmjetësim. Përpara se shkojmë te 100.000 dosjet që janë krijuar si pasojë e reformës drejtësie dhe procesit
mbi 100.000, nuk e di sa shifra aktuale, po. Ti ke gjithashtu propozuar një fee shifting, pra kush e refuzon ndërmjetësimin nga momenti që do të vendoset legjislacion që është i detyrueshëm, do të marrë përsipër edhe pagesat, edhe shpenzimet për gjyqin, nëse e refuzon këtë. E shesi një mënyrë nxitse për të respektuar ndërmjetësimin? E shikoj sepse për shembull natyrisht edhe sikur ta vësh të detyruar, sigurisht nuk mund t'i detyrosh palët azimin ndërmjetësim. Në fund duan të përplasen gjykat, le të përplasen gjykat, por palët duhet kuptojnë që në gjykat procesi është më i gjatë, në gjykat nuk e zgjedh ti gjyqtarin. Gjyqtari hidhet me short dhe nuk e ke parë kur të vjen aty dhe të thotë unë do ta zgjidh çështjen. Në ndërmjetësim e zgjedh ti atë që do, atë që i beson. Dhe sigurisht fees, do të thonë kostot të procesit, që do të thotë shifting fees do të thotë që pra kalibri i five nga një palë e cila normal ligji shqiptar për shembull sot është ose ndahen fees, këto shpenzimet gjyqësore, ose i paguan gjyqhumsi, por sipas asaj që propozojmë është që shpenzimet në fakt mund t'i paguajë dhe ai i cili refuzon që të shkoj të zgjidhë çështjen në ndërmjetësim. Pra ai që bëhet pengesë, ai që bëhet shkak që stopu i çështjeve të shtohet në gjykat. Ideja jote e një task force për backlovën, për dosjet e grumbulluara që nuk janë shurtuar. Si mendon që do të funksionojë dhe a ekziston mirakull se për shkak të shpejtësisë a do të garantohet edhe drejtësi? Kur them task force e cila ka nevojë për përfaqësues nga gjithë element, ka nevojë përfaqësues nga politika pa diskutim që të kuptojnë ku janë të nevojshme ndryshime ligjore. Ka nevojë për të qenë nga gjyqësori për të kuptuar që dhe ata vetë mund të ndihmojnë në këtë proces, vetë gjyqtarët, vetë prokurorët, sepse le për procese penale kjo është e mundshme. Avokatët janë, sado e çuditshme mund t'ju duket Ilva kjo, avokatët besoj unë siç e shoh tani janë një nga pengesat më të mëdha që nuk kuptojnë ndërmjetësim procesi, sepse mendojnë që po nëse do të shkojnë ndërmjetës ne do jemi pa punë, se ne shkojmë kemi punë sepse çështja shkojnë në gjykat, po nëse do t'i vinë ndërmjetësim atëherë ç'a ndodh tu ne ç'a bëjmë anashkalojmë. Këtë nuk kuptoj. Në fakt, një avokat sot nëse do marri çështje, unë jam avokat vetë, kemi studio ligjore qoftë në Tiranë, dhe nëse do të vinë një çështje për shembull në Shqipëri sot, ne mendojmë 100 herë sepse do të thotë 17 vjet të merresh me atë dosje. Por nëse do të kesh ndërmjetësimin si opsion, bën vaki brenda ditës të zgjidhësh 17 çështje, sepse nuk të pengon askush, kurse si mundet të mos të jesh pro kësaj, kur në fakt duhet kuptosh që palët papritur nuk do të thotë që s'kan më nevojë për avokat. Palët patjetër kanë nevojë për avokat, sepse kur të vinë propozimet e tyre që të flasin me palën tjetër për një ato që quhen win-win situation, ku të dyja palët gjejnë të mesmen e artë, do vinë me këshilltar ligjor, me avokatin e tyre, me përfaqësuesin e tyre, nuk do flasin ajër. Sot që flasim vetëm ta prek pak këtë se kjo është me të vërtet një plagë e madhe e shoqërisë shqiptare, po marrim zgjidhjet e martesave. Kaq absurde është kjo, saqë sot që flasim ka dhjetra mira dosje që qëndrojnë në sirtaret e gjykatave zgjidhje martese. Domethënë kemi situata që ka tjetri 10 vjet, 15 vjet pret të zgjidhë martesën. Bën vaki ka fëmijë me martesën tjetër dhe janë bërë fëmijë të tjerë për me shku në shkollë të lartë. Dhe ende s'ka zgjidhur martesën e parë. Do të thotë kjo krijon probleme juridike, por dhe sociale serioze. Dhe të shkosh për zgjidhje martese në gjykat, kur mund ta zgjidhësh vetë palët, duke zgjedhur njeriu që duan, se si do veprojnë me fëmijët e tyre, si do ndajnë pasurinë e tyre. Unë nuk e kuptoj, nga një ranë shqiptarët jemi para një çudie shqiptare këtu, nga një ranë thonë nuk besojmë sistemin e drejtësisë, pra nga ana tjetër nuk duan të zgjedhin zgjidhje të cilat kanë kontroll për atë që duan të zgjidhin çështjen, për ligjin e aplikueshëm, mund të bëhet online gjithë procesi, dhe në fund vendimi është i barabartë, por unë mendoj që është tërësisht mungesa e informacionit, se sa po t'i vësh në peshore nuk mund t'i krahasosh njërin me tjetrin.